Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe në fakt pyetjet më të fundit që po bëhen nga publiku shqiptar, a do të jetë gjesti finalist i këtij Big Brotherit apo do ta fitojë këtë reality show. Nga të gjitha të informacione që unë kam arritur të siguroj se si shkon situata dhe çfarë po ndodh nga që po bëhet një laramanie ndryshme e gjërave, ky është Big Brother gjithmonë surprizon, Big Brother gjithmonë befason publikun, por kam arritur të siguroj informacione për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe çfarë në fakt do të ndodh me fatin të gjestit, një banor shumë i dashur për publikun, një banor që pretendohej të ishte i pari finalist për lojën që ka bërë, për suportin që i kanë dhënë, për dashurinë që i kanë dhënë dhe s'po del akoma si finalist i këtij Big Brotherit. Ndërsa Big Brother VIP Albania i afrohet fazës së fundit, loja bëhet gjithnjë e më e tensionuar, jo vetëm brenda shtëpisë më të famshme në vend, por edhe jashtë saj, aty ku publiku po bëhet gjithnjë e më i zëshëm në rrjetet sociale. Qendra e vëmendjes këtë herë është tek gjesti, një ndër konkurrentët më të komentuar të këtij edicioni. Pas shpalljes së finalistëve të parë dhe njoftimit se banorët do të kenë mundësinë të zgjedhin vetë se kush do të jetë finalisti i tretë, fansat edhe ndjekësit e emisionit kanë ngritur dyshime serioze mbi mënyrën e përzgjedhjes. Sipas tyre, produksioni po përdor një strategji të mirë menduar për të eliminuar gjestin nga gara për çmimin e madh. Domethënë, këto janë dyshimet e fansave. Fansat dyshojnë që produksioni është duke e mirë menduar punën që gjestin ta largojë nga mundësia për të shkuar në finale. Zakonisht finalistët përzgjidhen nga publiku përmes votës, por këtë javë shtëpia mori një kthes të pazakontë. Produksioni u dha dorë të lirë konkurrentëve për të votuar ata që duan të shohin në finale. Ky ndryshim i papritur i rregullave ka hapur derën për teori konspirative dhe dyshime të thella se gjithçka është bërë me një qëllim të vetëm, të pengohet gjesti të hyjë në katërshen finale. Do me thënë, zakonisht edhe në përbot finalistët janë vetëm 4, nuk janë 5, edhe pse ndodh ndonjëherë në Shqipëri që t'jenë 5 finalistë, por janë 4 finalistë dhe në këtë edicion kemi 4 finalistë. Tani, publiku çuditërisht dyshon që ky lloj mekanizmi që përdoret për përzgjedhjen e finalistit të radhës, do me thënë është një lloj mekanizëm që edhe mund të dëmtojë gjestin apo që edhe dëmton gjestin në suksesin e tij. Në rrjetet sociale, fansat po shpërndajnë video dhe fragmente ku aludohet se për disa banor kanë marrë sinjale të nënkuptuara nga jashtë për mos e votuar gjestin, si hashtagët drejtësi për gjestin dhe finale pa manipulim. Janë bërë virale brenda pak orësh. Reagimet janë të forta edhe të shumta. Mbështetësit e gjestit e konsiderojnë atë si lojtarin më të drejtë, më të ndershëm dhe më pak konfliktual në krahasim me të tjerët. Ata besojnë se ai ka ndërtuar udhëtimin e tij në mënyrë autentike, pa lobe, pa strategji të ulta dhe gjithmonë me dinjitet. Për shumë njerëz, mungesa e tij në finale do të ishte jo vetëm e padrejtë, por edhe një goditje e rëndë për kredibilitetin e vet formatit. Do me thënë, qytetarët, apo fansat, apo ndjekësit e rregullt të këtij reality show mendojnë që gjesti është një banor i cili vërtet e meriton të jetë në finale, sepse ka luajtur një lojë të pastër, ka bërë të gjithë publikun për vete, ka kthyer të gjithë publikun ta dashurojë atë, duke krahasuar me Big Brother VIP Albania 2, ku afeksioni ka qenë, le të themi, i njëjtë deri diku nga gjesti apo nga Luizi në atë kohë dhe ishte po Luizi që shkojti si finalist i parë sepse kishte një dashuri të madhe për publikun. Në fakt dyshohet edhe këtë herë nga ana e gjestit që do të jetë një finalist i parë, por siç duket, gjesti akoma nuk po shkon në finale dhe produksioni ka vënë para gjestit Laertin edhe Eglin në një përzgjedhje që automatikisht me patjetër që do të shkon Laerti. Një komentues ka shkruar: gjesti është simboli i këtij Big Brotherit. Nëse ai nuk shkon në finale, atëherë loja është e manipuluar. Deri më tani produksioni nuk ka reaguar publikisht për dyshimet që kanë shpërthyer online.
Asnjë deklaratë nuk është dhënë për arsye pse nuk u ndryshua mekanizmi i përzgjedhjes së finalistit të dytë. Kjo heshtje për shumë kënd është një konfirmim i heshtur se diçka po fshihet pas kuintave. Në ditët në vijim pritet që banorët të votojnë për finalistin e tretë. Edhe nëse gjestit i mohohet ky vend, atëherë Big Brother VIP Albania 4 mund të përballet me një stuhi reagimesh nga publiku, nëse kjo do të ndikojë në rrjedhojën e lojës apo në reputacionin e formatit mbetet për tu parë. A do të përfundoj gjesti i treti në finale, apo produksioni ka një plan për të çuar dikë tjetër në vendin që sipas shumë shqiptarëve i takon atij? Një gjë është e sigurt, sytë e publikut janë më të prerë se kur, dhe heshtja nuk do të mjaftonte për të shtuar dyshimet. Fundja, një reality show që bazohet në transparencë, çdo hyrje dyshimi mund të kthehet në një stuhi që nuk e kontrollohet dot. Unë mendoj që Gjesti meriton të jetë finalisti i parë, jo i treti, por unë e di që tashmë Gjesti do të përzgjidhet si finalist të shtunën dhe do të jetë një ndër finalistët e tretë të këtij Big Brotheri. Tani, nëse ne do flisnim për shembull për atë se çfarë kanë shkruar, thuhet kështu. Pikpyetjet janë këto: a do të jetë Gjesti finalisti i tretë? Dhe cilat janë dyshimet për manipulim që flasin fansat? Big Brother VIP Albania 4 ndodhet në kulmin e saj të lojës, po për shumë djegës emocioni është zëvendësuar nga zhgënjimi. Gjesti, një ndër figurat më të dashura të këtij edicioni, duket se po rrezikon të mbetet jashtë finales së madhe. Deri më tani ashtu duket, jo për mungesë të votave, po për shkak të një manovre të dyshimtë nga produksioni. Pas përzgjedhjes të dy finalistëve të parë nga publiku, produksioni vendosi që finalisti i tretë, do të vendosë të zgjidhet nga vetë banorët. Mendoj unë që mund të jetë kështu, pasi që zgjodhen grupacione, zgjodhi finalistja, tani mundet që edhe finalisti i dytë të çojë finalistin e tretë, po mundet që edhe vetë banorët të çojnë. Pas si do të bëhen dy përzgjedhjet e para, i pari u bë që ishte Rozana dhe tashmë mes Laertit dhe Eglit, produksioni mund të vendosë që finalisti i tretë mund të zgjidhet nga vetë banorët, një vendim që në pamje të parë do të duket si një kthes interesante në lojë, por që sipas shumë fansave mund të jetë një plan i qëllimshëm për të ndaluar rrugtimin e Gjestit drejt fitores. Në rrjetet sociale reagimet janë shumë të ashpra dhe të drejtë për drejta. Këtu janë disa nga komentet më të përhapura. Gjesti ka qenë i vetmi që ka luajtur me shpirt, jo me strategji. Nëse nuk shkon në finale, do të jetë një padrejti historike. Produksioni po e manipulon lojën. E di që Gjesti ka mbështetje të madhe jashtë dhe ndoshta kjo produksionin po e tremb pafund. Kjo nuk është më lojë, është një skenar. Publiku duhet të ketë të drejtën e fundit, jo banorët që votojnë me inate, thot. Në çdo reality show publiku është gjyqtari suprem. Kur ky rol u mohohet dhe u kalon konkurrentëve që janë subjektiv, loja humb kuptimin. Gjesti ka ndërtuar një rrugtim të pastër, pa grupe, pa ulje të tjerëve dhe me një qëndrim të qartë të qëndrojë vërtet. Nëse finalisti i tretë zgjidhet përmes një mekanizmi që favorizon aleanca të brendshme dhe jo meritën individuale, atëherë Big Brother VIP rrezikon të humbas kredibilitetin që ndër vite e ka krijuar. Gjesti nuk duhet thjesht të jetë finalist, ai ka çdo arsye të jetë fituesi moral i këtij edicioni. Sipas një sugjerimit grafik në rrjetet sociale, 65% e publikut në sondazhet në rrjetet sociale janë pro që Gjesti të shkojë në finale. 72% të komentuesve besojnë se mënyra e përzgjedhjeve nga banorët nuk është e drejtë, dhe 80% e ndjekësve mendojnë se produksioni duhet të reagojë ndaj këtyre shqetësimeve. Dhe më pas janë hapur dhe hashtaget e mëdha, të cilat janë në drejtësi për Gjestin. Ne si publik nuk do të heshtim. Gjesti ka qenë zemra e këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 4. Ai ka qëndruar larg intrigave, ka ruajtur dinjitetin dhe ka mbrojtur vlerat njerëzore, gjithçka që një lojtar i madh duhet të përfaqësojë. Tani,
që produksioni i ka dhënë dorën banorëve për të përzgjedhur finalistët, dyshimet janë të mëdha që Gjestit i manipulohet qëllimisht e drejta për finale, dhe kjo është frikë nga forca e mbështetjes që ai ka jashtë. Zëri ynë ka pesh, nuk ka finale pa Gjestin, kështu thon ndjekësit duke bërë tak edhe Top Channelin. Por publiku kërkon drejtësi dhe kanë hapur dhe peticion, dhe në nënshkruesit e këtij peticionit thotë që jemi ndjekës të rregullt të Big Brother VIP Albania dhe kërkojmë drejtësi për lojtarin më të sinqert dhe më të pastër të këtij edicioni Gjestit, duke parë vendimin e fundit të produksionit për t'u dhënë banorëve të drejtën për të zgjedhur finalistin e tretë. Ndjejmë se po shtyhet qëllimisht përjashtimi i Gjestit nga finalja. Ky veprim jo vetëm që nuk është i drejtë, por edhe fyen publikun që ka mbështetur atë gjatë gjithë këtij edicioni. Do me thënë, publiku tashmë janë në dyshime, unë mendoj që produksioni do ta çojë Gjestin në finale me patjetër dhe Gjesti do të jetë fituesi i këtij edicionit, por ju duhet kuptoni është Big Brother dhe Big Brother gjithmonë mban publikun nën ankth edhe e mban në akull.